para nesh ftoj zotin Andin Hoti, Ministër i Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Shqiptare. Të nderuar familjar të dëshmorëve, familjar të Bekim Gashit dhe Dali Berës, Vaca Ismet, të nderuar kryetari i komunës Ravecit, zoti Latifi, General Cikaçi, deputet Krasniqi, të nderuar veprimtar të çështjes kombëtare të burgosur politik, të nderuar shok meq të dëshmorëve të kombit Bekimit dhe Dalitit, të nderuar bashkëfshatar të Krushës të Rëtines dhe ju gjithë pranishëm që jeni sot këtu. Për mu, po besoj që dhe për gjithë ne këtu, Bekimi dhe Dalipi nuk kanë rënë se 7 vjet më parë. Ata janë ringrit. Janë ringrit në përjetësi dhe ata kanë dërguar një amanet edhe një mesazh që liria e Kosovës nuk mund të vjen dhe nuk ka mund të vijë pa sakrificën dhe pa gjakun e shumë djemve dhe bijave tona, që idealin e kanë pas të pathyeshëm, që rrugën e kanë pas të vetme lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Prandaj këta janë të përjetshëm, jo gjithë prej neve kemi fatin që me qenë përjetshëm si Bekimi dhe Dalipi. Për vitorin 27 i rënies së dëshmorëve Bekimit dhe Dalipit, fakt neve na ribashkon prapë të gjithë në shtëpinë tonë të madhe që është Krusha e Madhe, ashtu sikur edhe biografitë e shumë dëshmorëve luftarëve të Zotit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, asgjë nuk kishte ardhur rastësisht. Dashuria për adheun dhe dëshira për liri ishin kultivuar e mbjellur në shtëpitë e tyre që nga fëmijëria. Dali Bera ishte aktivist i përfshirë në demonstrata, e më vonë ishte ndër të parët që ishte bashkuar Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Jo vetëm si ushtar aktiv në vijat e frontit, por edhe si furnizues me armatim nga Shqipëria, duke qenë edhe pjesë e luftimeve të brigadës 124 të zonës operative të Pashtrikut. Në anën tjetër, Bekim Gashi i la studimet e Universitetit të Prishtinës për të bërë pjesë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, duke u caktuar zëvendës komandanti i policisë ushtarake në brigadën 124. Ata ranë në prit nga forcat serbe, derisa ishin duke hyrë në Krushë të Madhe. Bekimi dhe Dalipi ranë dëshmorë për të mos vdekur kurrë, u përjetësuar. Të dy këta vinë nga familje patriotike të cilët e kishin kultivuar atë dashurinë edhe tek këta. Bekimi e Dalipi ishin bekem për Kosovën. Ata u angazhuan, luftuan, flijuan që ta mbrojnë adheun e tyre. Ata kanë arritur përjetësinë, neve na mbetet të jetojmë e të frymëzohemi me veprën dhe të bëmet e tyre. Duhet pranojmë që fatkeqësisht sot ende 27 vite pas luftës, Kosovës ende sot i mungojnë të dhënat qoftë faktike, qoftë verifikimi i fakteve, qoftë për mbledhja historike për dëshmorët e martirët tonë. Prandaj ky është një obligim i ynë si institucione, bashkë me Institutin për hetimin e krimeve të luftës, bashkë me Drejtorinë e Policisë për hetimin e krimeve të luftës, bashkë me Ministrinë që tash të hequn, është për nder jo vetëm për dëshmorët, por është për nder për ne, është për nder për lirinë, është nder për historinë që të arrijmë të përmbledhim të vërtetën historike të luftës së fundit në Kosovë. Lavdi të rënë për liri, lavdi dëshmorit Bekim Gashi dhe Dali Bera.